Zoti Karasje pat vendimin e gjykatës kushtetuese e cila pezulloi vendimin e gjykatës posaçme për të pezulluar nga detyra Belinda Ballukun. Për të mos i lodhur njerëzit, mendoj që edhe vendimi i janarit do të jetë në këtë vazhdim, pra për mua vetëm po ndodhi një çudi, do të mbyllet konform vendimit të djeshëm, por konstatoj që nuk e di si nga bërë gjykimin, por arsëtimi është i pavlerë, i paplot, duke shkelur procedurën, pra është pa arsyetim dhe nuk ka pasur proporcionalitet. Pra ka vlerësuar ndërprekjen e kompetencave të kryeministrit, por nuk ka vlerësuar prekjen e integritetit procesit penal. Ti duheshin vlerësuar të dyja në ballafaqim njëri tjetër. Këtë gjë e di shumë mirë dhe them me siguri të plot. Kështu që unë mendoja që do të ishte një gjykim më i gjatë, do të bëheshin të dyja brenda një dite, se nuk mund të jepi ky përfundim pa gjykuar në themel realisht të gjithë procesin, se si në çfarë gjendje shëtimi dhe pse e ka kërkuar struktura e posaçme dhe pse e ka miratuar gjykata duke marrë një vendim të tillë. Kjo pjesë nuk është trajtuar, do trajtohet në janar. Logjikisht, domethënë, duhet vepruar kështu siç po them unë. Megjithatë, kur ne nuk i zgjedhim vetë gjykatësit, pra populli nuk ka drejt zgjedhim mas avokatin e tij, përfaqësuesin e tij, jo më gjykatësit, po zgjidhet si një kompromis pushtetesh, 3 nga gjykata lart, nuk e di çfarë përfaqëson gjykata lart këtë rast. Po duhet parë se kush e mund gjykatën e lartë, po dalë se prap politika ka ndikim aty. 3 nga kuvendi dhe 3 nga presidenca. Kështu që duke parë përbërjen politike, domethënë, mendoj që ajo gjykatë sapo na dha një sinjal që ndryshimet e shpejta politike që duhet bëhen në Shqipëri, Shqipëria duhet besoj se ka të nevojshme një revolucion të drejtësisë, duke përfshirë këtu dhe ndryshimin e kushtetutës dhe të mënyrës të ushtrimit sovranitetit popullit. Pra, ky sovranitet me përfaqësim e deputet ka marrë fund për momentin, duhet të tetohemi sovranitetit të drejtë për drejtë, pra me referendum, dhe aty t'i zgjedhëm dhe ne gjykatësit me një ballafaqim jashtë pazareve të ngushta politike, ballafaqim referendar. Kështu që do jenë disa, besoj një pjesë e kushtetutës duhet ndryshuar, pasi shpreh kompromiset politike që kanë mbajtur gjallë këtë sistem amoral politik 35 vjeçar. Pra, shohim në të ardhmen, nëse kjo gjykatë do të vazhdojë të mos gjykojë, atëherë ajo që ju kam thonë dhe herë tjera dhe juve personalisht, populli ka për detyrë të ushtrojë sovranitetin e tij në mënyrë drejt për drejt. Avokat, besoni që Spaku do kërkojë ndonjë mas tjetër pas këtij vendimi gjykatës kushtetuese ndaj zonjës Balluku, apo do pres, po themi, përfundimin e hetimeve dhe ta hetojë në këtë mënyrë siç po themi siç është ende në detyrë, pra do pres ta hetojë në detyrë apo do vendos ndonjë mas tjetër dhe do ja kërkoj kuvendit, po themi, heqjen e imunitetit. Si e shikoni këtë çështje? Nuk duhet të ndalim ke persone veçantë, se s'bëhet fjalë për Ballukun. Ky vendim nuk e vë qeverinë në shinat e ligjit, se duket sikur i merr kompetencë, nuk i merr kompetencë. Zbatimi i procedurës penale do të jetë barabar për të gjithë. Dhe nesër do të iknin, do të fluturonin ministra të tjerë. Dhe ta di ministrat, siç punoj unë, ti apo kushdo tjetër, duke zbatuar ligjin, me frikën se mos e shkel ligjin, me merakun se mos bën padrejtësi etj, ashtu do të punojnë dhe ministrat. Kundërzi ata do të punojnë
në pozita parimore dhe ligjore më të larta se në tjerë. Po kështu duket sikur ata kanë një imunitet edhe qasja e drejtësisë ka shqytyr është thjesht në letër dhe jo në realitet. Dhe kështu e kthen të gjithë konceptin e luftës kundër korrupsionit, që është një luftë rreth parë kundër pushtetarëve të nivelit lart. Korrupsioni buron nga lart, nuk e pjellin në rojet e ndërmarrjeve. Buron nga lart, bekohet nga lart, frymëzohet nga lart, garantohet nga lart. Pikërisht kjo ndodhi tani, u garantua nga lart. Prandaj kemi nevojë, kështu e bën pamundur, atëherë ta lëm drejtësinë, të luajmë me port bosh, e ta mbajnë shtetin vet, ta gëzojnë vet, edhe ne të drejtohemi zgjedhjeve tjera. Pra nuk e pranoj dot sfidën. E pranoj 10 vjet me fjalë sfidën kundër korrupsionit, momentin që se kishte afër vetes, kur i vati ke dera, bëri anallim në lojës, po tani është vonë. Është vonë. Ne na kanë ikur shumë vite jetë, brezit tim dhe brezit tuaj bashkë, por çdo durime ka i kufi. Kjo se nuk lejojnë gjykatat, atëherë bëhet gjyqi popullor dhe t'ja luaj fen kësaj punës. Dhe pak e kanë. Kështu që të gjejmë gjuhën me gjitha forcat që janë progresiste në kuptimin e moralit, me integritet, që e shohin Shqipërinë mbi të gjitha, ligjin mbi të gjitha, të drejtat e njeriut, e dinjitetin e tij mbi të gjitha, dhe të flasim me të njëjtën gjuhë, të jemi sintoni. Ky është mision, kjo është detyrë. Nuk është thjesht të mbushim emisionet edhe të kalojmë kohën. Unë nuk e shoh si të pashpres situatën, pavarësisht që është e vështirë, to janë sfida, dhe as nuk e bëj këtë punë thjesht për të qenë i pranishëm në media. Jo. E bëj këtë punë për të një kontribut me qëllim të qartë. Ne duhet të emancipojmë ata që nuk e kuptojnë, ata që s'duan pasaj që tjetër. Zilja bie për ata që kanë vesh. Ne duhet hapim ato vesh që janë mbyllur jo me dëshirë. Ai që mbyll me dëshirë pastaj është vetë problemi. Nuk është pjesë e zgjidhjes së problemit. Por sido që duket, gjithmonë do të vijë një moment që të gjitha këto lëvizje për të na kufizuar drejtën për të pasur drejtësi dhe për të qenë barabartë para ligjit, që anglezët e kanë zgjedhur që në vitin 2017 me Johnin e Madh, të gjitha këto do të çojnë një krizë, do të zgjidhen punët pastaj. Thjesht ne duhet të jemi të emancipuar për të ditur si të kërkojmë të arrim të fitojmë dhe të mbrojmë drejtat tona. S'mund të jetojmë gjatë duke mbajtur sipër kokës qeveritarë që janë mbi ligjin. Ligji s'mund të rijë në këmbët e tyre, por duhet të jetë mbi kokët e tyre dhe kokët tona. Nëse ligji është në këmbët e tyre, ata janë sundimtar pastaj, nuk janë më qeveritar. Dhe me sundimtar nuk është dinjitoze, ta mbyllim jetën si pjesë e një populli të nështruar që jo vetëm është i pavetëdijshëm, por dhe kur ja thuat vërtetat, nuk pranon të përqafojë pra. Nuk i deli tepër dinjiteti vet. Ky është halli i madh, por besoj se do të jemi deri të gratë. Avokat, është zgjedhur kreu i SPAK-ut, i cili është Klodian Braho. Çfarë vu të re në gjithë atë procesin e zgjedhjes së kreut të SPAK-ut? Pra, çfarë ishte një gjë që ju e pat dhe menduat pse duhet të veprohet kështu? Unë nuk paraflas in advance, domethënë përpara se ndodh diçka. Megjithatë, diçka mund t'ju ofroj që struktura do të vazhdojë siç ka qenë, mbas edhe me ritëm më të shpejtë. Klodian Braho shpreh dhe jep garanci që struktura do të vazhdojë në ritmin dhe në motivimin që i ka dhënë Dumani. Po ta vini të re, tha nuk kam nuk gjes një të me të Dumani, pra do të vazhdojnë rrugën e tij. Ata kanë pasur një frymë grupi tani smundi dhe do ta kenë prapë. Besoj se Dumani buri një stek të lartë, e cila do të jetë, zot lejoj këdo që të shkoj pas, bëja pa pas. Sado që do të mundohen, por
kemi garant edhe partnerët ndërkombëtar, sidomos ata amerikanë, për këto t'jeni të bindur, vëmendja tyre është e shtuar, janë prezent, dhe për fatin e atyre që duan drejtësi dhe duan Shqipërinë tamam, ky është një fat për ne, dhe për fatkeqësinë atyre që të cilët po ikën nga duar pushteti i palishëm që kanë pasur deri tani. Avokata, ishte nevojshme prania e gjithë ambasadorëve në këtë proces? Padyshim që ishte nevojshme. Mendoni që me termin sovranitet do të lëmë së Shqipëri sovraniteti faktik është sovraniteti i krimit, në ekonominë, politikën, në gjitha fushat, edhe në media. Dhe mendoni që ne, si një vend i vogël, po në një nyje të rëndësishme gjeopolitike, të konceptuar sakt nga gjeopolitikanët britanikë që në fundin e shekullit 19 dhe fillim të shekullit 20, do të jemi larg ndikimit të politikave të mëdha, për më tepër që ne duam të integrohemi në familjen e tyre, familjen euroatlantike. Edhe vetë shtetet europiane duke hyrë në Europë, Gjermania, Franca, Britania, e cila u tërheqi pasi ishte dakord, kanë dhënë një pjesë sovranitetit për të bashkuar. Të 50 shtetet amerikane që përbëjnë United States kanë dhënë një pjesë sovranitetit. Kështu që ne duhet të mësohemi bashkëpunimi, është bashkëpunim, ata kanë interesat e tyre, siç kemi edhe ne tona, dhe nuk mundet që interesat e krimit prevalojnë mbi këto interese. Aleatët tanë deri tani kanë qenë garant të sigurisë tonë, jo vetëm si Shqipëri, po dhe si popullsi shqiptare, përfshi dhe Kosovën, dhe deri diku janë dhe garant mos na humbi kjo shpresë. Duke parë realitet, duke njohur dhe mirë nën tokën që këtu krimi po trimërohet dhe po del hapur. Dhe ka kapur edhe pushtete që dikur kanë qenë të ndaluara për të qasur e për të dalë kaq hapur. Është trimëruar shumë, pasuruar shumë, po dhe fuqizuar shumë kompetenca. Kemi jo pak deputetë edhe qeveritarë të cilët janë zëdhënës direkt krimit. Dhe kjo gjë shihet me shqetësim tek aleatët tanë, të cilët nuk besoj se do të lejoj të vazhdojnë të rrugën. Dhe për vendet vogla ka shumë rëndësi një ndërhyrje dur nga jashtë. Pa aq më tepër që ky krim gjen shpeshherë nëndhe bashkëpunim me forcat anti-europiane, antidemokratike, që nga Rusia, Irani, Kina apo vende të tjera. Andaj është më e thellë. Gjithmonë e keqja gjen lidhjen e saj, solidarizohet më shpejt, por besoj njohja e situatës është e qartë për aleatët tanë, dhe për këtë arsye ata i dhanë një rëndësi, se e dinin momentin, rëndësinë e zgjedhjes së njeriu të dur, në kohën e dur, për të shmangur presionet e shumta që kanë qenë mbi këtë strukturë dhe deformimin e vullnetit të KLP-s. Besoj u zgjodh njeriu i dur. Dhe faleminderit atyre që ishin atje, që dhanë kontributin e tyre. Ka pasur një përplasje mes kryeministrit Rama dhe Byros Kombëtare të Hetimit, në fakt ka qenë kryeministri Rama i cili është ankuar lidhur me hetuesit e BG-s, të cilët i ka cilësuar si trimosha, që nuk njohin, po themi, ligjin dhe është ankuar për etikën e tyre. E po ashtu ka pasur një reagim edhe nga ana e hetuesve të BG-s, të cilët kanë deklaruar se kanë zbatuar vetëm ligjin dhe nuk ka pasur asnjë debat në institucionin e kryeministit. Avokat, si e shikoni këtë përplasje mes kryeministrit Rama dhe BK-s dhe sa hishme është që kryeministri të përplaset me një institucion hetues, kur në vetvete ka sekretar të përgjithshëm kryeministria, pra mund të ankohet zyrtarisht, dhe pse duhet ta bëj, nëse ka pasur përplasje, dhe pse duhet ta bëj publikisht? Tani kemi dy palë që thonë jo të njëjtin variant. Pra byroja prononcohet që ne i kemi dorëzuar armat,
kryeministri thotë që jo. Megjithatë, unë di që armatimi është pjesë e tyre, punës tyre, dhe do të ketë procedura të veçanta kur ata dorëzojnë armët. Nuk mendoj se çdo punonjës i kryeministrisë ka imunitet. Kemi pasur edhe arrestime, mund të nevoja nesër të bëjnë arrestime, edhe brenda Parlamentit Evropian, edhe brenda zyrave të tjera, pra imunitetin e ka personi, por jo gjithë godina, për mendimin tim. Edhe njerëzit që punojnë godinë. Megjithatë, unë i shoh këtë përplasje si përplasje ku po fillon të zbehet dominanca e njërit pushtet, pra e pushtetit ekzekutiv, dhe po rritet një pushtet i ri që deri tani nuk ka qenë i pavarur, por po tregohet i pavarur, po krijon integritetin e tij hapasapi, që është pushteti i drejtësisë. Dhe në këtë rast i strukturës posaçme, u bën pjesë e BG-ja, e cila është në bashkësi direkte të strukturës posaçme, si një polici gjyqësore e veçantë, pra që nuk varet nga policia e shtetit, të do ta kemi parasysh, po varet direkt nga struktura e posaçme. Më vonë do ta njohim mirë fuqinë e kësaj policie gjyqësore, që merret dhe me hetimet, po të merret dhe me punën operacionale në funksion drejtësisë, sipas nevojave që do të sjellin procese ndryshme. Në fakt, Edhe një nga, më fal që ndërpres, një nga propozimet ose një nga platformat që kishte kreu i ri i SPAK-ut tashmë Klodian Brau, ishte edhe kjo që tha që ne në të ardhmen duhet që BK-ja vetë t'i bëj vetë të gjithë ekzekutimet e masave, pra të mos varet më nga policia, po të shkoj vetë direkt dhe të bëj gjithë ekzekutimet e masave. Pra është një projekt që edhe kreu i SPAK-ut e kishte si ide. Besoj ata kanë si ide, unë kam shprehur ati tani është dhe mundësia, jam i bindur që ka pasur më përpara. Unë kam shprehur këtu disa vite më parë që ata të kenë një forcë operacionale dhe të realizojnë ta mbyllin të gjithë qarkun brenda vetes tyre. Pasi futu i shumë bashkëpunime me policinë. Pra kemi shumë drejtues policisë, të cilët nuk janë certifikuar nga ana e besimit, pra nuk janë me integritet dhe mund ta themi me gojën plot edhe janë kriminalizuar vetë. Pra kjo edhe pse mbas ligjit e gjithë trupat policore është në varësi të prokurorisë përgjithësi, po dhe SPAK-ut, sipas nevojave që ka kjo prokurori. Megjithatë, ky është realiteti shqiptar dhe për këtë arsye kam shprehur, jo se kam një kundërshtim me detyruesin e ri të BG-s, por e kam parë si një risi që mund të sillte Gledis Nano, i cili është mjaft i përgatitur në pjesën operacionale. Mund të realizonte më së miri të punë, po besoj se edhe detyruesi i ri do të realizojë të punë. Rëndësi ka që ata të krijojnë kapacitetet e duhura, të shtojnë numrin, edhe 100 nuk janë shumë, nga 60 të shkon 100, po të paktën duhet të kenë një forcë mjaftueshme operacionale në varësi të tyre dhe që të mos dështojnë më operacionet që kanë pasur. Për shembull, hetimet ka qenë rregull, kur ka ardhur puna për bërë arrestime, pastaj kemi pasur daljet sekreteve etj etj. Mendoj që në të ardhmen do të krijohen këto mundësi, domethënë. Siç kemi një trup policore, pothuaj 11.000 ca veta, edhe struktura posaçme do të ketë një trup OPG-sh, hetuesish, po dhe forcën e saj operacionale, në mënyrë që të plotësojnë të gjithë ta kenë funksion detyrës. Nëse detyra e kërkon, misioni i tyre kërkon, ligji e kërkon, dhe për të zbatuar deri në fund dhe për të ruajtur integritetin e hetimit dhe të procesit penal, patjetër që shumë shpejt do kompletohen dhe me ata që nuk e kanë. Është një konstatim shumë i drejtë ai që ka bërë kryetari i ri i strukturës dhe shpresoj ta çojë në një nivel më të lartë dhe në nivel edhe më të avancuar punën e strukturës. Avokat, në fakt, në reagimin që pati Rama të lë të kuptosh, po themi me një lexim të shpejtë që
ai nuk është dakord shumë me punën që po bën BKH-ja dhe në një të ardhme mund të ketë ndërhyrje. Besoni që do lejohet që të ndryshojë, po themi, mënyra se si vepron SPAK-u dhe BKH-ja dhe të kufizohet veprimtaria e tyre? Po qoftë se zotëria mendon se po i preken kompetencat, unë besoj se ato janë të parashikuara në ligj. Nëse struktura zbaton ligjin dhe disa procese pasaj të krijojnë shqetësim si person, po jo ligjit, dhe të mundohesh që me forcën e kartonit të zhbësh drejtësinë, unë mendoj që ato do ta donte çdo njeri që është në hall e problem. Dhe kjo e bë Ramën pozitë vështirë, se është si të pranojë që ka probleme. Jo dhe unë mendoj që do ta ketë pamundur. Ka forma tjera për të mbajtur gjallë drejtësinë në Shqipëri dhe hapasapi dhe këto forma do të dalin, pastaj do t'i shohim me radhë. Edhe pse dukemi si një popull i mbaruar, i pa emancipuar dhe i civilizuar sa duhet për të mos lejuar çdo që t'i preki parametrat e drejtësisë. Parametrat e drejtësisë shkojnë paralel dhe janë kush për parametrat e lirisë, dinjitetit, prosperitetit dhe çdo gjëje tjetër. Ne do ndërtojmë një shtet ligjor ku ligji nuk është nën këmbët e qeveritarëve, po mbi kokën e tyre dhe barazi para ligjit. Përkundrazi, ndryshimet që unë propozoj të bëhen dhe duhet bëhen patjetër, dhe do bëhen në të ardhmen, se çdo natë ka fundin e saj, do të jenë që kurkush mos ketë më mandat, qoftë ky kryeminist, president apo antar qeverie, me gjendjen ku jemi zhytur ne sot në këtë korrupsion të padëgjuar, për masat e cilit kanë marrë dhem dhe po na çojnë në zhbërje totale, nëse vendet e tjera kanë disa imunitete për arsye ndryshme, ne zot kemi fare. Dhe arrestimet bëhen edhe në sallë parlamentit, edhe në zyrat e qeverisë, si ta shohë të përshtatshme struktura dhe gjykata. Ato kemi lënë për të vlerësuar, atë kod kemi, kod penal, kod procedure, dhe kushtetuta në enin 17 dhe 18 flet për barazim para ligjit dhe mos diskriminim. Këta përfaqësuesit tanë nuk mund të jenë më privilegjuar se ne që votojmë ata. Pra, nëse flasim kushtetut për barazim para ligjit, ata nuk janë barabartë para ligjit si ne. Të gjithë imunitet s'mund të marrim, se ndryshe zhbëhet doktrina penale se lejon e quajnë çmendurinë gjë të tillë, po atyre kemi dhënë imunitet për të folur, për bërë detyrën, po jo për të pasur imunitet dhe paprekshmëri nga veprat penale, nga shpërtorimi i detyrës, vjedhja, tjetërsimi, shkatërrimi, rënimi i ekonomisë të popullit dhe parave publike të cilat transferohen nëpër offshore dhe në subjekte të paligjshme me pushtet në Shqipëri. Kështu që mund të ketë ndryshime tjera. Ka rëndësi që ne të jemi të mirë orientuar, që kushti bazë për të bashkëjetuar në këtë tokë që quhet Shqipëri do të jetë mbi të gjitha drejtësia. Për këtë ju them militantëve, bëni pyetjen vetes, është partia apo vendi, partia apo populli, partia apo drejtat e njeriut. Dhe për të ju them militantëve dy krave të qepin gojën, se kanë qelbur kaq shumë në këto 35 vite, sa ata kemi të padurueshëm, nuk kemi të padurueshëm për pjekje për drejtësi. Ta mbyllin gojën një herë mirë, domethënë. Ta mbyllin pusetën e tyre, e cila ka kthyer parimet në interesa dhe idhullin edhe liderin e kanë kthyer në fe, partinë e kanë kthyer në lule mos më prek, interesat e saj, ndërkohë që ne kemi këto organizime politike për t'i shërbyer më mirë vendit, progresit dhe këtij populli. Dhe kanë mbjellë pafund frymën e përçarjes. Kjo retorike e vjetër duhet marrë fund. Zëri ynë duhet të çohet më lart se zëri i militantëve të molepsur, që nuk janë pa logjik, por me vetdije plot kanë shtrirë interesat personale meskine mbi ato të vendit, të popullit dhe drejtat e njeriut. Pra e bën një barë
për mua vendi shpeng është i pushtuar nga kjo lloj e keqe, domethënë, e cila duhet të marrë fund në bazën e piramidës që janë militantët, po dhe majnë e saj që janë politikanët me pushtet. Pra si e keni parë këtë përplasjen e fundit në Partinë Demokratike, ku Saljani ka kërkuar dorëheqjen e Flamurnokës për shkak, po themi, të atij gabimi që ndodhi, ose më saktë nuk e di si mund ta quajmë, që i dhanë votat Endri Shabani dhe ai u bë avokati i popullit. Ndërkohë ata i tërhoqën, por pra çfarë po gatuhet në Partinë Demokratike, pra si ta shohim këtë lëvizje, dhe a duhet dikush mbaj përgjegjësi që 35 deputet të firmosin dhe thonë kemi firmosur pa dashje? Ai ishte një gabim që i kushtoi dhe vetë atyre që e bën. Për arsye se nëse do po flasim për drejtësi e përparime, duhet që t'ia delegonin kompetencën e zgjedhjes avokatit popullit vetë popullit. Siç kemi folur ne. Nuk besoj se janë më juristë se ne, më qytetarë se ne dhe më të përgjegjshëm se ne që flasim. Kam vite të tëra që them, minimumi si mund zgjedhur në avokatin e Gurit, si mund zgjedhur në avokatin e dikujt tjetër. Nuk është opozita popullit, që ja kanë lënë si pjesë e kompromisit. Kjo është e padrejtë, jo dinjitoze. Dhe aty rreth gjoksin zonjë një nga opozita kam dhënë unë më kontribut në opozitë. Në fakt, së takon ty. Ti shko bëhu avokati i opozitës. Edhe sikur ti isha vetë atje. Duhet votosh në popull. Dhe jesh avokat i gjithë popull. Ti nuk shkon atje për të mbrojtur interesat e opozitës. Pastaj, këtu është një koordinim jo i këndshëm, që bie era mishtiu, themi ne, i merr të tëra votat e duhura, firmat e duhura nga deputetët e opozitës dhe merr të gjitha votat e opozitës. Pra, janë marrë vesh të dy palët për ta zgjedhur këtë person. Dhe pikërisht personin që pretendonte se ishte anti-establishment. Megjithatë, nuk i njoh mirë të gjitha prapaskenat e PD-s për të thënë kush ka drejt nga këto persona që përmendi. Por ajo që unë shoh është që aty ka nevojë të çarkulloj ajo elitë që dështojnë të zgjedhje, nuk frymëzojnë, nuk motivojnë dhe që po del në prapasken që është në pazar me pushtetin ata. Po bën lojë jo të sinqert. Por duhet të kemë më tepër njohje dhe të dhëna për thënë që është kjo gjë apo ajo gjë. Po çfarë konstatojmë, çfarë nuancë është kjo domethënë. Kështu që nuk marr dot krah për të thënë kush ka drejt ose jo. Por që ka qenë një kompromis si për kodin zgjedhor dhe në këtë rast ne po japim firmat, ne të tjerët po e votojmë në unanimitet plot. Kështu që ne do të kemi një person i cili nuk avokati i popullit e ka emrin, por që nuk zgjidhet nga populli. Pra, do jetë avokati i këtij establishmenti. Do përfaqësoj ata që i dhanë firmat dhe ata që i dhanë votat. Më tepër e kot flasim për këtë temë.